në këtë edicion do të ndiqni. Qytetarët duan që komuniteti të kujdeset më shumë për mirëmbajtjen e lumenjve. Veteranët e arsimit dhe shoqata e intelektualëve Jakova kanë përkujtuar sot 9 mësues në ditën e tyre të lindjes. Edicioni 25 i javës së frankofonisë këtë vit me kryeqendër në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Nuk janë të pakta rastet kur në shtratin e lumenjve mund të shohësh grumbuj mbeturinash. Disa nga qytetarët e intervistuar në ditën ndërkombëtare të lumenjve pohuan se komuniteti duhet të kujdeset më shumë për hapësirat publike, e sidomos për lumenjt. Sot në ditën botërore të lumenjeve, vëmendja rikthehet te gjendja e lumenjeve në Gjakov, të cilët vazhdojnë të përballen me mirëmbajtje. Imazhet e siguruara nga kamera me gjumit ton tregojnë për një gjendje as pak të mirë në lumin Dren, Erenik dhe jo vetëm. Pamjet tregojnë mbeturina të hedhura në brigjet dhe ujrat e lumenjeve, duke ngritur shqetësime për ndikimin e ndotjes në mjedis dhe shëndetin publik. Në ditën kur kudo në botë bëhet thirrje për kujdesin ndaj hapësirave publike, sidomos lumenjeve, disa nga qytetarët e intervistuar kërkojnë më shumë vëmendje për mbrojtjen e lumenjeve të Gjakovës, duke theksuar se pastrimi i tyre nuk është vetëm detyrë e institucioneve, por edhe përgjegjësi e secilit prej nesh. Disa janë mirë, disa janë si për shembull Ereniku është me mbeturina, me zalla, me kapëdiune. Kështu që edhe qytetarët duhet mu vetëdijsu. Kjo është ma primare. Që tash për momentin jo. Ka nevojë për rregullim, për pastërtim, po edhe qytetarët duhet të pas kujdes sa më tepër, mos me hudh mbeturina. Përmirësimi i kësaj situate nuk mund të mbetet vetëm përgjegjësi e institucioneve, por kërkon ndërgjegjësimin dhe angazhimin e të gjithëve. Vetëm përmes bashkëpunimit dhe masave konkrete mund të sigurojmë lumenj më të pastër dhe një mjedis më të shëndetshëm për brezat e ardhshëm. Nëntë mësues të gjeneratave të ndryshme janë përkujtuar sot në një akademi përkujtimore në Gjakov. Ky aktivitet kulturor u organizua në shënim të përvjetorit të lindjes së 9 mësuesve me organizim të veteranëve të arsimit dhe shoqatës së intelektualëve Jakova. Shoqata e veteranëve të arsimit në bashkëpunim me shoqatën e intelektualëve Jakova organizuan akademi përkujtimore me rastin e përvjetorit të lindjes së 9 mësuesve. Feti Dashi, kryetari i shoqatës së veteranëve të arsimit të Gjakovës, sa se kjo akademi përkujtimore u organizuar në ndërtim të kontributit të çmuar të gjithë këtyre mësuesve. Sot do shfol për, domethënë, për punën, veprimtarinë e gjithë këtyre mësuesve, thash edhe herë që kanë plotësuar kushtet e 95 vjetorit lindjes, 100 vjetorit, 105 vjetorit, 110 vjetorit dhe kështu me radhë. Për kontributin e mësuesve në Gjakov foli edhe profesori Rushdi Sefa, kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, i cili vuri theksin të roli dhe rëndësia e profesionit të mësuesve në periudha të ndryshme kohore në mbjelljen e dashurisë ndaj dheut. Ata që i dhuruan gjeneratave të para mundësinë për të mësuar, për të zhvilluar aftësi dhe për kuptuar botën përmes syve të një shkolle të ndritur. Me çdo mësim që jepnin, ata jo vetëm që mësonin fakte dhe shkrime, por mbillnin frymën e lirisë dhe të dashurisë për atë vend dhe për të ardhmen. Në këtë akademi u përkujtuan mësuesit Qazim Bakalli, Osman Emra, Qazim Komani, Zeqir Zeka, Hasan Nahi, Hajdar Jakupi, Haki Taha, Nebil Dino, Qamil Demjaha. Me një program të pasur artistik, nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës Këlmen Rizvanolli kanë shënuar sot festën e shkollës. Performancat e tyre mundësuan një atmosferë festive, duke kujtuar njëkohësisht edhe kontributin e familjeve Kusari dhe Rizvanolli për ndërtimin e këtij objekti shkollor. Natyra përmbjeshti, kitra dhe zërsi struk. Shkolla fillore Këlmen Rizvanolli në Gjakov ka festuar me entuziazëm ditën e saj të shenjtë, e cila përkon me datën e lindjes së Këlmen Rizvanollit. Në këtë ditë të veçantë, drejtoresha Valma Kamishi Zeka theksoi rëndësinë e kësaj feste për komunitetin shkollor.
Këtyre ditëve të veçanta për shkollën tonë, ju shtua edhe ditëlindja Kelmendit. Në këtë datë, do e kujtojmë Kelmendin dhe familjen e tij për veprat e tyre. Momentet të tilla dhe ngjarje gjithmonë na kanë shtyrë të kryejmë punë dhe me përkushtim dhe me dashuri. Për 12 vjet më radhë, po mundohemi të jemi shembull i mirë për nxënësit tanë, të përqojmë tek të tjerë ndjesinë të qenit koleg të respektuar. Tashmë, veç se kemi filluar të shohim sukseset të nxënësve që para 15 viteve ishin nxënësit tanë. Sot kemi maturant të shkëlqyer dhe të tjerë që po tregojnë të suksesshëm. Sigurisht që këto suksese bartin emrin e të gjitha mësueseve nëpër të cilat kanë kaluar këta nxënës. Fal familjeve Rizvanolli dhe Kusari, sot ne kemi një institucion modern dhe jo vetëm, u shpreh shefi i arsimit Zymer Berisha. Për të folë për shkollën fillore Kelmen Rizvanolli, duhet të rinisemi tek humanizmi. Humanizmi i familjes Rizvanolli dhe Kusarit, të cilët fal tyre, sot ne kemi një institucion model, po thuaj, në gjithë Kosovën, edhe gjithë zyrtarët e niveleve të ndryshme të Kosovës, kur vinë për të bërë vizitë shkollën tuaj, vërtet vinë me fjalë shumë miradije për një shkollë model e cila shërben edhe për komuna tjera se si duhet ndërtohet një institucion. Prandaj kisha shfrytzuar rastin në emër të drejtorisë arsimit, vërtet të falenderoj këtë kolektiv të mrekullueshëm, të cilët janë të devotshëm në punën e tyre në mesimdhënie. Të pranishëm ishin edhe familjarët e Kelmen Rizvanolli. Festa që diku ishte familjes jonë, tash u bashku me edhe 500 nxënës tjerë, edhe personelin arsimor, dhe kjo duke u bashku në këtë fest, unë uroj që rezultatet që ndëgjum të rriten edhe me tej, dhe duke u juru suksese në të ardhmen, u juru edhe testën e shkollës. Për plot emocione, për këtë tubim në përkujtim të Kelmendit, dëshiroj të falenderoj për pranin dhe kohën tuaj që keni kushtuar për këtë përkujtim, për ta nderuar Kelmendin tonë. Faleminderit shumë. E të lumtur sot u pan edhe fëmijët. Unë jam e lumtur se është festa e shkollës, edhe që kena kërcy, që kena thonë vjersha. Festa u pasua me një program të pasur kulturor, ku nxënësit performuan këngë dhe vallet tradicionale, duke krijuar një atmosferë festive dhe ngazëlluese. Për herë të parë në Kosovë janë organizuar garat në nivel mbar kombëtar Spelling Bee, e njohur si gara e teknikës së gërmëzimit. Nga 3000 aplikime të përgjithshme, kandidatët janë selektuar sipas kategorive B1, 2 dhe 3. Ilona Nuka, nxënëse e klasës së 10 në shkollën Hysni Zajmi në Gjakov, ka arritur të rrëmbejë çmimin e parë në kategorinë e tretë. Një sukses tjetër është listuar në listën e sukseseve të nxënësve të shkollës së mjekësisë Hysni Zajmi në Gjakov. Nxënësja e klasës së 10 Ilona Nuka ka treguar aftësinë në zotrimin e gjuhës angleze në garat në nivel mbar kombëtar Spelling Bee, e njohur si gara e teknikës së gërmëzimit, duke u përgatitur me shumë përkushtim nga profesori i gjuhës dhe letërsisë angleze Modest Beqa. Gara të gjuhës angleze, Spelling Bee, që janë mbajtur me 15 mars, ditën e shtunë pra, nga Hamilton House, në Prishtinë në nivel republikan, janë mbajtur në 3 nivele kryesore, ku unë kam qenë pjesëmarrëse në nivelin B3, pra të shkollave të mesme dhe nxënës të avancuar. Fitoria ndihet shumë mirë për shkak të konkurrencës së madhe që ka pasur për shkollave prej të gjithë Gjakovës, po ashtu edhe organizimi i garës ka qenë shumë mirë, me kushte shumë të mira të mundsuara prej Hamilton House. Falë për kushtimet të vazhdueshëm të mësimdhënësit dhe familjarëve, Nuka arriti të fitonte garën në kategorinë e tretë Spelling Bee, duke pohuar se ndjesia si fituese ishte një emocion i veçantë. Fitimi i garës ishte një eksperiencë shumë e mirë, edhe prej anës time, por edhe prej anës arsimtarit, për shkak Modest Beqa, për shkak të punës që kemi bërë bashkë, por edhe prej anës të gjithë nxënësve të tjerë, edhe të shkollës tonë, edhe të shkollave tjera që kanë qenë pjesëmarrës. Po edhe prej nënës, për shkak se po ashtu ka lidhje me gjuhën angleze.
Garat janë organizuar nga shtëpia botuese Pema dhe Hamilton House, ku në gara gjysmë finale kanë kaluar 143 finalistë në kategorinë B1, 231 finalistë në kategorinë B2 dhe 39 finalistë në kategorinë B3. Lodhja e mosshtimi i peshës te fëmijët mund të jenë simptoma të anemis, të cilat duhet të menaxhohen me kohë. Doktoresha Vera Pitaçi tha se kujdesi në shujtat ushqimore te fëmijët deri në 5 vjeç është shumë i rëndësishëm. Anemia, apo siç njihet edhe si pagjaksia, është një sëmundje e cila karakterizohet nga numri i zvogluar i qelizave të kuqe të gjakut. Sasia jo e duhur e këtyre qelizave përfshin të gjitha grupmoshat, por më të prekurit janë fëmijët deri në moshën 5 vjeçare. Doktoresh Vera Pitaçi tregon për anemit më të shpeshta të shfaqura te fëmijët. Anemit më të shpeshta që i kemi hasur në praktikën tonë janë tek fëmijët anemia nga mungesa e hekujt apo anemit sidropenike. Anemit sidropenike janë të shkaktuara nga zvoglimi i prodhimit të eritrocitëve, zbërthimi i rritur i tyre dhe nga humbja e gjakut. Pitaçi na njofton edhe me disa nga simptomat kryesore të fëmijëve të cilët përballen me anemin. Simptomat kryesore tek fëmijët me pagjaksi spar janë shumë të lodhur, ju mungon interesimi për mësim, lodhen shpejt, nuk mund të luajnë me moshatarët e tyre si fëmijët tjerë, nuk shtojnë në peshë, mandej kanë apetit të dobësuar. Për trajtimin e anemis nga mungesa e hekurit të fëmijët, Pitaçi jep disa këshilla. Hekuri është një element që oksidohet lehtë dhe nuk mund të mirret në atë formë elementare siç është. Mirë po mirret në formë të sulfatit të hekurit, fumaratit të hekurit dhe glukonat hekuri. Në bazë të disa preparate të hekurit mund të shkaktojnë çrregullime. Sulfati i hekurit për shembull mirret gjysmë ore para ushqimit, ndërsa glukonati dhe feromati i hekurit mund të mirret edhe me ushqim. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, anemia është klasifikuar si një problem i rëndë mbar botëror i shëndetit publik, me një përfshirje prej 40% të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare. Java e frankofonisë këtë vit nis në Prishtinë për të vazhduar pastaj për një javë të plotë në Gjakov. Kështu ka bërë të ditur ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, në një intervistë dhënë Top Radios. Ai tha se me kënaqësi jemi në Gjakov, duke qenë se ky qytet është i intelektualëve, me raporte shumë të mira me Francën. Edhe këtë vit do të mbahet java e frankofonisë, me edicionin e saj të 25. Në teatrin Oda në Prishtinë, të premtën e 21 marsit do të filloj java frankofone në Kosovë, për të vazhduar me 22 mars në kryeqendrën në Gjakov, ku dhe do të përfundoj me 28 mars. I ftuar në programin e mëngjesit në Top Radio, ambasadori francez në Kosovë, Olivier Guerot, tha se këtë vit është kënaqësi ta organizojmë javën frankofone në Gjakov, sepse Gjakova është qyteti intelektualëve. Ka disa vite që organizojmë javën e frankofonisë në disa qytete të Kosovës, sepse Kosova është e vogël për nga mallësia, por shumë e madhe për nga diversiteti. Vitin e kaluar kemi qenë në Mitrovica, ndërsa këtë vit me kënaqësi jemi këtu në Gjakov, duke qenë se Gjakova është qytet i intelektualëve, me raporte shumë të mira me Francën, duke marrë parasysh dhe poetin Ali Podrimja, por edhe e gjithë ata nxënës që mësojnë gjuhën frënge këtu. Ja, pra, kjo ishte arsyeja dhe do të kemi një program shumë të mirë, të zgjedhur me një mbrëmje prestigjioze në teatrin Hadisheu, duke qenë se është një teatr shumë i mirë dhe me sa kam dëgjuar edhe më herët, ka pasur bashkëpunime edhe me teatrin e qytetit të Parisit. Ka një histori në mes të Francës dhe Gjakovës dhe do të zmadhojmë dhe do ta kemi këtë javë. Me moton atmosferë, java frankofone do të shënohet me ngjarje kulturore, si vallëzim, teatr, muzikë, film, gastronomi dhe shumë aktivitete të tjera, duke sjellë tek publiku shpirtin e botës frankofone dhe shumë nga kultura franceze. Atleti Tiron Mamusha sërish është rikthyer fuqishëm. Në gjysmë maratonën e Trikalas në Greqi, Tironi I doli të rëmbejt çmimin e dytë në një garë shumë konkurruese në disiplinën e vrapimit.
Tiron Mamusha, atleti nga Gjakova, dje është rënditur i dytë në gjysmë maratonin e Trikalas së Greqisë. Ai vrapoi 27 kilometra për 1 orë e 10 minuta e 57 sekonda. Garë kjo në cilën morën pjesë më shumë se 4.000 atlet nga gjithë bota. Ka qenë një konkurrencë, me thonë konkurrencë shumë e fortë, për arsye që është gjysmë maratona më shpejta në Greqi, edhe të gjithë garuesit që vinë për me bëu personal best. Domethënë me thyll rekorde kombëtare, edhe unë arrita që me 1 orë 10 minuta me përfundu garën. Ka qenë gara, për mua është ndër garat, mund me thonë Trikala garat, që tash e adhuroj më shumë ti për arsye që edhe jam ka kthena për një lëndimi që kam pas. Edhe për mua ka qenë, domethënë, Trikala ka qenë gjithmonë ajo gara që e mjep shumë adrenalin për arsye që edhe atje kam thyer rekordin e Kosovës vitin e kaluar. Mamusha gjithashtu tha se ky sukses do t'i shërbejë edhe për gara tjera, për të cilat synon suksese sërish. Kjo gara ka qenë që me mjape motiv, për arsye që tash e fillon këtë vikend jam në Malta, ku gara janë 10 kilometra, mandej deri masë çdo javë kam gara tjera në Berat. Besoj që marr pjesë në një garë tjetër në Volos të Greqisë, mandej gara kryesore e kësaj pjesë domethënë deri në fund prillit ka më qenë gara kampionati evropian, që do garoj në 21 kilometra duke përfaqësuar shtetin e Kosovës në Belgjik. Sportisti Tiron Mamusha është rikthyer vrapimit pas 9 muajsh pauzë për shkak të një lëndimi që kishte pësuar. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Moti ndryshueshëm me reshje shiu e rrezë dielli të kopaskoshme kanë bizotruar ditën e sotme, me temperatura që kanë lëvizur nga 0 deri në 10 gradë Celsius. Për nesër parashihet moti vranët e me rrezë dielli, me temperatura që do variojnë nga -4 deri në 6 gradë Celsius. Mot me diell pritet të mbizotrojë të mërkurën, me temperatura që do variojnë nga -3 deri në 11 gradë Celsius. -1 deri në 15 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së enjtës, karakterizuar nga moti me diell. Edhe dita e premtë do të karakterizohet nga moti me diell, ku temperatura minimale do të jetë 1 gradë, ndërsa maksimalja 18 gradë Celsius. Të shtunën pritet të mbizotrojë mot me diell e vranësira, me temperatura të cilat do variojnë nga 5 deri në 18 gradë Celsius. 8 deri në 19 gradë Celsius do të jenë temperatura gjatë ditës së diel, ditë kjo që do të karakterizohet nga moti vranët e me diell. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Qytetarët duan që komuniteti të kujdesat më shumë për mirëmbajtjen e lumenjve. Veteranët e arsimit dhe shoqata e intelektualëve Jakova kanë përkujtuar sot 9 mësues në ditën e tyre të lindjes. Edicioni 25 të javës së frankofonisë këtë vit me kryeqendër në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.